çdo ditë çka muj me bë. Në interes të shqirimit të vendit. Por, a kemi ditë, a kom ditë unë me organizu, do të thënë, s'kom ditë. E më i mend, në vitet e hershme, kur ka qenë modë që kidnapoheshin aeroplanët nga kroatë, nga palestinezë, nga këto brigadat e kuqe që kanë qenë përpara, dhe ta Rote Morgen arme që i kanë qujtë Gjerman, dhe me thënë, ma vrisë trumin ideja që edhe na duhet me kidnapu një aeroplan. Dhe për të marrë më shumë vëmendje, në vëmëtar, për të marrë më shumë vëmendje. Me kidnapu një avion për me lëshu Adem Demoqin. Dhe ne po hy në histori, sepse ka një histori në veti kjo punë, por kam pyet edhe në një ambasadë të Shqipërisë, se a na mundsohet, ne s'merremi me atë punë, jo nuk duhet me u marrë me këtë punë. Por kur kam shku në Stamboll me folë me tam, kam thënë që nuk keni vend ku me ra me aeroplan, sepse kudo që shkojnë ju arrestojnë. Përjashtim, bëheshin tek Spanja e Frankos në atë kohë, e cila ishte ajo që ishte. Dhe ishte një mendim që atje mund të vinin. Por kur e kom takua Demoqin në Burg, kom tregu që kështu, kemi dështu, na bënim plan si me fut pistoletën, me kalu atë... Kur e kështë takuar Demoqin në Burg? Në qëfar periudë? E kujtot? 83-ën jemi taku në... 83-ën, ku? Në Saragradish. Kom najtë Burg me ta. Edhe i thash kështu, ta unë si isha dalë, ta ju pas kitë qenë, nuk isha dalë nga Burgu. Këto avanturat, ose ideja me bo avantura, me ju përshtat kohës dhe me të regu dhe ne vetën që po bëjmë diçka, ka qenë edhe atëherë. Por mundësit kanë qenë të kufizume. Sa i përket enverit të Shqipërisë dhe të Kosovës, ti besoj që nuk i mban men vitet e 70.